Era e ftohtë e janarit depërtonte në rrugicat e ngushta të Lisabonas, duke sjellë një përzierje të aromave të detit dhe pemëve të lagura nga rreshtet e fundit. Pallatet e lartë dhe të bardhë që ngriheshin në oborrin e qytetit dukeshin të qetë, por brenda tyre jetët e njerëzve ishin të turbullta dhe të ndërlikuara. Në një prej lagjeve më të pasura, një vilë e madhe me fasadë gëlqërore dhe dritare të mëdha që shinin mbi lum, qëndronte në heshtje, sikur të ruante sekretet e saj me përullësi të frikshme. Brenda saj, një burr i pasur i rrethuar nga luks e shikonte botën përmes dritareve, por ndjenja e qetësisë ishte e huaj për të. Ai nuk e dinte ende që jeta e tij do të ndryshonte brenda pak minutash, me një takim që asnjë milion nuk mund ta blinte. Vajza e tij e vogël, një fëmijë me flokë të artë dhe sy blu të thellë, ishte e ulur në një karrocë të veçantë. Lëvizja e saj ishte e kufizuar dhe qetësia e saj përbënte një kontrast të dhimbshëm me aktivitetin e pandërprer të botës së jashtme. Në shtëpi punonin njerëz të shumtë, por asnjëri nuk mund të zëvendësonte atë ndjesi të hollë të mungesës së diçkaje të natyrshme që çdo fëmijë tjetër mund ta bënte, të ecë. Prindërit e saj kishin investuar në të gjitha mjetet më të avancuara mjekësore, por ndonjëherë teknologjia nuk mund të bëjë atë që dashuria nuk mund ta tejkalojë. Në një nga rrugët e vogla pranë lumit, një djalë i ri i varfër po ecte me hapa të ngadaltë. Ai vinte nga një lagje ku sfidat e jetës nuk i kursenin asnjë ditë. Familja e tij jetonte nga ditë për ditë, dhe ai kishte parë mjaft dhimbje për të kuptuar rëndësinë e çdo çasti të vogël të jetës. Ai nuk kishte para, nuk kishte lidhje, nuk kishte luksin e vilave dhe makinave të shtrenjta, por kishte diçka që nuk mund ta blinte asnjë shumë parash, guximin dhe një zemër të ndjeshme. Kur djali i varfër e pa vajzën në karrocë, diçka ndryshoi brenda tij. Ai nuk e dinte si të shprehte atë që ndjente, por një ndjenjë fortë e drejtësisë dhe një dëshirë për të sfiduar padrejtësinë e heshtur e shtyn të afrohej. Ai e shikoi burrin e pasur dhe tha me një zë që nuk mund të injorohej, ajo mund të ecë, por gruaja jote nuk e le. Fjalët ranë si një breshër mbi burrin milioner. Ai qëndroi ngrirë, duke ndjerë një përzierje tronditje dhe fajësie që nuk e kishte ndjerë kurrë më parë. Nuk ishte vetëm fjala, por pesha e saj, një vlerësim i tërë i jetës së vajzës së tij, i kapur nga një djalë i thjeshtë që jetonte në kufitë e pamundësive. Për momentin, bota e luksit, e parave dhe e kontrollit të plot u duke pa qartë dhe e pavlerë. Djali i varfër nuk u ndal aty. Ai e shikoi vajzën, e cila megjithse e heshtur, shikonte me sy të ndritshëm dhe një shpresë të pashuar. Ai ndjeu dhimbjen e saj, dëshirën e saj për të lëvizur, për të ndjerë jetën në këmbët e saj, jo në një karrocë që e kufizonte. Në atë moment, dallimi mes botës së tij të vrashtë dhe asaj të pasurit u bë më i dukshëm se kurrë. Në qytetin e Lisabonas, ku dritat e qytetit shndrisnin mbi lumin Tagus dhe rrugicat e ngushta reflektonin historinë e qytetit, filluan të formohen ndryshime të brendshme tek të tre, vajza që ndëronte lirinë, djali i varfër që nuk kishte frikë të thoshte të vërtetën, dhe burri i pasur që papritur kuptoi se parat nuk mund të blinin gjithçka. Dhe kështu, një histori e thjeshtë, e cila mund të duket si një incident i vogël në botën e madhe, filloi të zhvillohej me intensitet dhe pasiguri që do të ndryshonte jetën e të gjithëve. Pas asaj konfrontimi të papritur, heshtja mbeti për një çast të gjatë në oborrin e vilës. Ajri i dimrit duke i ngurtë, por brenda shtëpisë, atmosfera ishte më ngrohtë dhe ngarkuar me emocione që nuk mund të shpjegoheshin lehtë. Vajza e vogël ndjeu tensionin, por nuk e kuptoi plotësisht shkakun e tij. Ajo ndjeu vetëm një lloj të panjohur, një ndjesi të re që vinte nga pranë njerëzve të tjerë, një dëshirë thjesht për të prekur lirinë që nuk i lejohej. Burrit milioner ju deshte ulej për të mbajtur kontrollin mbi vetveten. Ai gjithmonë kishte menduar se parat, pozicioni dhe pushteti mund të zgjidhnin gjithçka. Ai kishte jetuar me bindjen se mund të ofronte çdo gjë për vajzën e tij, por tani kuptoi se ekzistonte një kufi që as miliona nuk mund ta kalonin. Për herë të parë, ai ndjeu se ishte i pafuqishëm në një mënyrë që kurrë nuk e kishte provuar. Djali i varfër, nga ana tjetër, nuk ishte i friksuar. Ai e dinte që bota e tij ishte ndryshe, çdo hap i tij kërkonte guxim, dhe çdo fjalë që thoshte kishte peshë. Por kur e pa vajzën, diçka brenda tij u ndez. Nuk ishte vetëm një akt rebelimi ndaj pushtetit apo padrejtësisë, ishte një ndjenjë e sinqertë dhe e pastër që vinte nga dëshira për të ndihmuar. Ai nuk kishte mjete të shtrenjta, por kishte një forcë që mund të sfidonte çdo barrierë të dukshme, besimin se çdo fëmijë meriton të lëvizë, të eksplorojë botën dhe të ndjejë jetën në këmbët e veta. Në ditët që pasuan, marrëdhënia e tyre filloi të ndërtohej me heshtje dhe shikime të kuptimplot. Djali i varfër filloi të vizitonte vilën shpesh, herë të fshehtë, herë të dukshme, duke u kujdesur që vajza të ndjehej e lirë në mënyrat e vogla që mund të kontrollonte. Ai e ndihmonte të ushqehej, të ecte me dorë përmes shtëpisë, të luante me lodrat e saj dhe, mbi të gjitha, t'i tregonte se nuk ishte vetëm. Burri i pasur, megjithatë, ishte i ndarë midis shpresës dhe frikës.
Ai shikonte sjelljen e djalit dhe ndjente një ironi të hidhur, dikush që nuk ishte asgjë materialisht, po i jepte vajzës së tij diçka që ai vet nuk mund ta siguronte plotësisht. Me çdo ditë që kalonte, ai filloi të kuptonte se parat nuk mund të blinin guximin, dashurinë e pastër, apo mundësinë për të sfiduar pengesat e jetës. Vajza filloi të shfaqte shenja të vogla të përmirësimit. Nuk ishin hapa të mëdhenj, por lëvizjet e saj të vogla në karrocë ishin si fitore të vogla në një betejë të gjatë. Ndërkohë që djali i varfër qëndronte pranë saj, ai filloi të planifikonte mënyra për të ndihmuar më shumë. Ai vizitonte libra të mjekësisë, lexonte për teknologjitë më të fundit për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe bënte përpjekje të vogla për të marrë njohuri që nuk mund t'i siguronte shkolla apo universiteti i tij i varfër. Në qytetin e Lisabonas, një seri ngjarjesh të vogla filluan të shfaqeshin. Një ditë, djali e mori vajzën jashtë vilës, duke lëvizur karrocën ngadalë përmes rrugicave të vjetra, duke i treguar panoramën e lumit dhe dritat që reflektuan mbi ujë. Vajza, për herë të parë, shikoi përtej mureve të shtëpisë së saj. Ai ndjeu emocionin e saj të pafjalë, një përzierje kurreshtje, frike dhe gëzimi. Ishte një moment që do të mbetej i gdhendur në kujtesën e tyre për gjithë jetën. Burri milioner e pa këtë dhe ndjeu një ndryshim të brendshëm që e tronditi. Ai filloi të reflektonte mbi vendimet e tij dhe mbi rolin e gruas së tij në jetën e vajzës. Një pyetje e thjeshtë, por e rëndësishme, u shfaq në mendjen e tij, apo e lejonte ai vërtet vajzën e tij të jetonte apo po e mbante të kufizuar në mënyrë të pavetëdijshme? Për herë të parë, luksit i mungonte vlera e tij e zakonshme dhe fuqia që kishte mbajtur gjithmonë duke u ndjerë zbrazët. Vajza dhe djali i varfër vazhduan të ndërtonin një lidhje që nuk mund të matet me para. Ishte një lidhje e bazuar në respekt, kujdes dhe shpresë. Ai i tregonte botën nga perspektiva e tij të thjeshtë dhe të bukur, duke i dhënë vajzës një ndjesi të lirisë që ajo kurrë nuk e kishte provuar. Secili hap, secili moment ishte një triumf i vogël kundër barrierave që jeta i kishte vendosur. Ditët kalonin ngadalë, por çdo ditë kishte një rëndësi të jashtëzakonshme për vajzën dhe djalin e varfër. Në mëngjeset e hershme të Lisbonës, dritat e para të diellit depërtonin përmes dritareve të mëdha të vilës, duke ndriçuar dhomën ku vajza qëndronte e ulur në karrocë. Era e detit që vinte nga lumi jepte ajrit një aromë të freskët dhe të pastër, por vajza shpeshherë shikonte jashtë me sy të trishtuar, duke dëshiruar të ecte mbi trotuaret e lagur, të ndjente rrugët e qytetit nën këmbët e saj, ndryshe nga realiteti që e mbyllte brenda një karroce të qetë, por kufizuese. Djali i varfër vazhdonte të vinte rregullisht, duke e ndihmuar në çdo gjë që mundej. Ai e ndihmonte të ushqehej, të ecte ngadalë brenda shtëpisë dhe madje të bënte ushtrime të vogla që mjekët e rekomandonin. Çdo lëvizje ishte një hap i vogël drejt një ëndre të madhe. Por ai nuk ndalej vetëm tek përkujdesja fizike. Ai i tregonte histori të jetës së tij, për sfidat, të shtimet dhe triumfet e vogla që kishte përjetuar, duke i dhënë vajzës një ndjenjë se edhe ajo mund të sfidonte kufizimet e saj. Burri milioner, nga ana e tij, ishte i trazuar. Çdo vizitë e djalit të varfër e sillte para realitetin e asaj që nuk mund ta blinte me para. Në fillim ndjej i zemëruar dhe i humbur, por më pas, pa e kuptuar, filloi të admiroj guximin dhe vendosmërinë e të riut. Ai filloi të bënte reflektime të thella mbi mënyrën se si kishte rritur vajzën, mbi ndikimin që kishte pasur gruaja e tij në jetën e saj, dhe mbi faktin se parat nuk mund të zëvendësonin dashurinë e pastër, vullnetin dhe kujdesin e dikujt që vinte nga një botë tjetër. Një ditë, djali vendosi ta marrë vajzën jashtë qytetit, në një park të vogël pranë lumit Tagus. Ishte hera e parë që ajo ecte jashtë përtej mureve të shtëpisë. Dielli i janarit nuk ishte shumë i fortë, por ndriçimi i tij i butë përqafonte fytyrën e saj. Lëvizjet e saj ishin të kufizuara, por për secilin moment ai ndjehej si një fitore e vogël. Ishte një eksperiencë që nuk mund të blihej me para, ajri i pastër, zërat e zogjve, ndjesia e diellit mbi lëkurë. Ndërkohë, burrit milioner ju desh të priste brenda shtëpisë. Ai shikonte nga dritarja, duke ndjerë një përzierje frike, krenarie dhe shqetësimi. Ai nuk mund të ndalonte të pyes veten se sa e drejtë ishte të kufizonte vajzën, madje edhe me mendimin se po e mbronte. Fjala e djalit të varfër vazhdonte të jepej në mendjen e tij. Ajo mund të ecë, por gruaja jote nuk e le. Ishte një fjalë që nuk mund ta injoronte, një akuzë thjesht, por e fuqishme. Në javët që pasuan, rutina e tyre ndryshoi gradualisht. Djali i varfër filloi të vizitonte jo vetëm për vajzën, por edhe për t'i sjellë familjes së tij gjëra që mund të ndihmonin në edukimin dhe shëndetin e saj. Ai mori libra për zhvillimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara, lexonte mbi fizioterapi dhe teknologji të reja, dhe madje organizonte vizita tek specialistët më të mirë të qytetit. Ishte përpjekje e madhe për një djalë që nuk kishte asgjë materialisht, por që kishte një pasuri të jashtëzakonshme, një ndjenjë të thellë përgjegjësie dhe dashurie. Vajza filloi të shfaqte shenja të përmirësimit gradual.
Nuk ishin hapa të mëdhenj, por lëvizjet e saj të vogla në karrocë dhe mundësia për të lëvizur dorën ose këmbën për të kapur diçka ishin triumfe të vogla, të cilat I dhanë guxim dhe shpresë. Ndërkohë, burri milioner filloi të ndryshojë perspektivën e tij. Ai filloi të kuptojë se dashuria dhe kujdesi nuk mund të mateshin me para, dhe se fuqia më e madhe ndonjëherë vinte nga veprime të thjeshta dhe të sinqerta. Në një mbrëmje të ftohtë, kur drita e qytetit reflektonte mbi lumin e qetë, djali dhe vajza qëndruan pranë lumit, duke shijuar heshtjen. Ai e shikonte fytyrën e saj të ndritshme dhe ndjeu se çdo sakrificë e tij kishte vlerë. Nuk kishte nevojë për fjalë, shikimi I saj I pastër dhe I lumtur ishte më I fuqishëm se çdo gjë tjetër. Në atë moment, ai kuptoi që lidhja që kishin ndërtuar ishte më e fortë se çdo pengesë fizike ose sociale. Vitet kalonin ngadalë, por çdo ditë ishte një betejë dhe një triumf I vogël për vajzën e vogël. Ajo mësoi të njihte botën përmes shikimit dhe ndjesive të tjera. Era, zërat, dritat e qytetit dhe aromat e ushqimeve në tregjet e Lisabonas ishin eksperienca që e pasuronin shpirtin e saj më shumë se çdo luks që mund të ofronte shtëpia e saj. Djali I varfër ishte gjithmonë pranë, duke udhëhequr në këtë botë të re, që ajo nuk mund ta eksploronte e vetme. Ai nuk e ndihmonte vetëm fizikisht, ai mësonte gjithashtu të shikonte përtej kufive, të kuptonte emocionet dhe të ndjente botën me gjithë intensitetin e saj. Burrit milioner I duhej të përballej me realitetin e jetës së vajzës së tij. Filloi të vëzhgonte me kujdes çdo lëvizje të saj, duke kuptuar që sakrifica dhe kontrolli nuk mund ta zëvendësonin dashurinë e vërtetë. Një ndjenjë e re filloi të rritet brenda tij, pendesa dhe dëshira për të kuptuar më mirë atë që vajza e tij kishte nevojë. Ai nisi të pranonte se mund të kishte gabuar duke I mbajtur penglirin, edhe me qëllimin më të mirë. Djali I varfër nuk ndaloi asnjëherë. Ai filloi të eksploronte mundësi për të ndihmuar vajzën edhe më shumë, mjek të specializuar, terapi inovative dhe madje teknologji që mund të ndihmonin aftësitë e kufizuara të saj. Ai punonte pa pushim, duke përballuar vështirësitë e jetës së tij dhe duke sakrifikuar gjithçka për të siguruar se vajza mund të kishte momente të vogla të lirisë që çdo fëmijë meriton. Në një ditë të ftohtë dimri, ata vendosën të shkonin pranë parkut më të madh të qytetit. Ai e lëvizte karrocën e saj ngadalë, duke ndalur herë pas here për të treguar objekte të ndryshme, një peshq që notonte në liçen, një zog që këndonte mbi një pemë, fëmijë që luanin në borë. Çdo përvojë ishte një dhuratë e vogël për vajzën, dhe për secilin moment, djali ndjej I mbushur me kënaqësi dhe krenari. Burrit milioner I duhej të pranonte ndryshimin që po ndodhte brenda familjes. Ai filloi të vëzhgonte marrëdhënien e djalit me vajzën dhe ndjeu një përzierje ndjenjash, admirimi për guximin dhe për kushtimin e të riut, dhe tronditje për faktin që ai nuk kishte parë më parë nevojën për të ndryshuar mënyrën se si kishte trajtuar vajzën e tij. Fjalët e djalit, ajo mund të ecë, por gruaja jote nuk e le, vazhdonin të jepej në mendjen e tij, duke e sfiduar të mendonte për kufizimet që I kishte vendosur vajzës së tij. Për muaj të tërë, rutina e tyre u konsolidua. Djali I varfër vizitonte rregullisht, ndihmonte në terapi dhe shpesh merrte ide të reja për mënyra se si vajza mund të ndërvepronte me botën përreth saj. Ai nuk e shihte këtë si një barë, por si një mision të shenjtë, një mundësi për të sjellë diçka të bukur në jetën e dikujt tjetër. Një ditë, ndërsa po shikonin perëndimin e diellit mbi lum, vajza ngriti dorën dhe preku ujërat e ftohta që lëviznin ngadalë. Djali I varfër ndjeu një emocion të thellë. Ishte momenti ku çdo përpjekje e tij, dukej se kishte sjellë rezultat. Nuk ishte vetëm lëvizja fizike, por kuptimi që ajo po ndjente jetën në mënyrën e saj, duke sfiduar kufizimet që ishin vendosur. Në këtë periudhë, burri milioner filloi të bisedojë me gruan e tij në mënyra që nuk kishte bërë më parë. Ai diskutonte për kujdesin e vajzës, për nevojën për të lënë hapësirë dhe për mundësinë që vajza të merrte pjesë në botën jashtë vilës. Konfliktet që ekzistonin mes tyre nisën të zbuten dhe një farë respekti dhe miratimi filloi të zhvillohej, jo vetëm për nevojat e vajzës, por edhe për rolin e djalit të varfër që kishte shfaqur një guxim të papritur dhe të sinqert. Vajza filloi të tregonte shenja të mëtejshme të përmirësimit. Ajo mund të kapte objekte më lehtë, të lëvizte krahët e saj me më shumë forcë dhe ndonjëherë edhe të buzëqeshte me një larm I emocioni që I shkëlqente syve. Çdo përparim ishte një fitor për të gjithë, një tregues se kur dashuria dhe guximi bashkohen, pengesat më të mëdha mund të sfidohen. Ditët e ftohta të dimrit filluan të ndryshojnë, dhe me to erdhi një shpresë e re për vajzën e vogël. Djali I varfër, I cili tashmë kishte bërë vizita të përditshme për muaj të tërë, filloi të planifikonte diçka që mund të kishte një ndikim më të madh, një eksperiencë që do ta bënte vajzën të ndjente lirinë e ecjes, edhe pse përkohësisht jashtë kufive të karrocës. Ai filloi të kërkonte specialistë dhe pajisje të avancuara që mund ta ndihmonin këtë ëndër të vogël. Burrit milioner nuk I pëlqente ideja në fillim. Ai nuk mund ta kuptonte si një djalë I varfër mund të kishte një ndikim kaq të madh në jetën e vajzës së tij.
Por gjithmonë, kur e shikonte vajzën që buzëqeshte në praninë e tij, ai ndjente një ndryshim të brendshëm, një ndjenjë të re që nuk mund ta mohonin paratë apo luksit i tij. Një ditë, djali arriti të siguronte një pajisje eksperimentale, një mjet i vogël që ndihmonte lëvizjen e këmbëve të vajzës. Ai e vendosi pajisjen me kujdes në këmbët e saj dhe ndihmoi që ajo të provonte lëvizjen. Fillimisht ishte një sfidë, vajza ndjeu dhimbje dhe pasiguri, por me mbështetjen e tij, ajo filloi të lëviz pak nga pak. Çdo hap ishte një triumf, një fitore mbi kufizimet që e kishin mbajtur peng deri më tani. Burrit milioner ju desh të pranonte realitetin, djali i varfër po i mësonte vajzën të bënte atë që ai nuk kishte ditur si ta mundsonte. Një ndjenje përzierë filloi të rritej brenda tij, pendesa respekt dhe madje një lloj mirënjohjeje për dikë që vinte nga një botë krejt tjetër dhe që po i tregonte se dashuria dhe guximi mund të thyejnë çdo pengesë. Disa javë më vonë, vajza arriti të bëjë disa hapa të vogla me ndihmën e pajisjes dhe mbështetjen e djalit. Buzëqeshja e saj ishte më e ndritshme se kur më parë. Ai qëndronte pranë saj, duke e ndihmuar të mbante ekuilibrin dhe duke i dhënë guxim. Çdo përpjekje ishte një sfidë e madhe, por edhe një fitore që i përkiste të dyve. Në këtë periudhë, marrëdhënia midis burrit milioner dhe gruas së tij u tensionua. Ajo nuk mund të pranonte ndërhyrjen e djalit të varfër dhe mënyrën se si ai kishte filluar të ndikonte në jetën e vajzës. Por realiteti ishte i pakontestueshëm, pa ndihmën e tij, vajza nuk do të kishte përparuar. Gradualisht, ajo filloi të shihte ndryshimin tek vajza, dhe tensioni filloi të zbutet, duke e bërë të kuptojë që dashuria nuk mund të matet vetëm me paratë apo kontrollin. Një ditë pranvere, ata vendosën ta çonin vajzën në një shëtitje më të gjatë në parkun e madh të Lisbonës. Dielli ishte ngrohtë, ajri i pastër dhe zogj këndonin mbi pemë. Djali i varfër e ndihmoi të lëvizte hap pas hapi, dhe për herë të parë, vajza e ndjeu lirinë e ecjes të shkurtër. Ishte një moment i përjetshëm, shikimi i saj i lumtur, zëri i saj i qeshur dhe ndjenja që çdo pengesë mund të thirrej me dashuri dhe përkushtim. Ai kuptoi që fuqia e vërtet ndonjëherë vinte nga veprime të thjeshta, nga zemra e pastër dhe nga guximi i dikujt që nuk kishte asgjë materialisht, por kishte gjithçka emocionalisht. Vajza filloi të përparonte më shpejt nga dita në ditë, duke fituar pak nga pak pavarësinë që kur nuk kishte menduar se mund ta kishte. Djali i varfër ishte i lumtur dhe krenar, duke kuptuar se çdo sakrificë e tij kishte vlerëtur. Dhe për burrin milioner, çdo hap i vogël i vajzës ishte një mësim për të kuptuar se dashuria dhe kujdesi nuk mund të maten me para, vitet e ardhshme sollën ndryshime të mëdha për të gjithë. Vajza e vogël, e cila dikur ishte e mbyllur brenda karrocës dhe kufizimeve të saj fizike, filloi të zhvillonte një forcë të papritur dhe të admirueshme. Me ndihmën e pajisjeve të specializuara, terapi të avancuara dhe mbështetjes së djalit të varfër, ajo filloi të bëjë hapa më të gjatë, të qëndrueshëm dhe të vetëdijshëm. Çdo lëvizje e saj ishte një fitore e madhe, jo vetëm për të, por edhe për ata që kishin besuar se ëndra e saj ishte e paarritshme. Djali vazhdonte të ishte pranë saj, gjithmonë i përkushtuar dhe i durueshëm. Ai e shikonte vajzën me krenari të madhe dhe ndjej pjesë e një ndryshimi të jashtëzakonshëm. Çdo ditë, gjenin mënyra të reja për të përmirësuar përvojën e saj, shëtitjen e parqe, lojra të thjeshta për forcimin e këmbëve, ushtrime të përditshme që e ndihmonin të ndjente fushinë dhe lirinë. Për të, kjo nuk ishte thjesht ndihmë, ishte një mision i shenjtë që i jepte kuptim jetës së tij dhe i zbulonte potencialin e papritur që një njeri i zakonshëm mund të kishte mbi jetën e tjetrit. Ndërkohë, burrit milioner i duhej të përballej me një realitet që nuk mund ta shmante më. Ai shikonte transformimin e vajzës dhe ndikimin e djalit të varfër mbi jetën e saj. Ai filloi të priste dhe të vlerësonte çdo përparim të vogël të vajzës, dhe çdo moment që ajo buzëqeshte për shkak të përkujdesjes së djalit, ishte një kujtesë e fuqishme për të, gjërat më të çmuara nuk mund të blihen. Një ditë, ndërsa përgatiteshin për një shëtitje pranë lumit, vajza bëri diçka që të gjithë i kishte tronditur. Ajo, me mbështetjen e djalit, arriti të ecë disa hapa të shkurtër mbi barin e butë. Çdo hap ishte një triumf i madh, një moment që sfidonte të gjitha kufizimet e mëparshme. Djali dhe burri milioner ndan një heshtje të thellë, duke kuptuar se momenti ishte i përjetshëm dhe se çdo sakrificë, çdo përpjekje dhe çdo vështirësi kishte marrë kuptim, gruaja e milionerit, e cila më parë kishte rezistuar çdo ndërhyrje nga jashtë, u përball me realitetin. Fëmia e saj po përparonte dhe ishte e qartë se dashuria, guximi dhe përkujdesi i dikujt që vinte nga një botë krejt tjetër kishin bërë diferencën më të madhe. Ajo filloi të ndryshoj perspektivën e saj, të vlerësonte përpjekjen dhe ndihmën që vajza kishte marrë, dhe gradualisht tensionet u zbutën. Një respekt i ri dhe një kuptim më i thellë për rëndësinë e lirisë dhe dashurisë filluan të shfaqeshin brenda familjes. Vajza filloi të ndërvepronte gjithnjë më shumë me botën, ajo prekte pemët, ndjente diellin mbi lëkur, shikonte zogj duke fluturuar dhe ndjente aromat e ndryshme të qytetit.
Çdo eksperiencë ishte një mësim i vogël i jetës, një fitore mbi pengesat që dikur dukeshin të pakapërcyeshme. Djali i varfër ishte aty në çdo hap, duke i treguar se bota nuk ka barriera të pakapërcyeshme për ata që guxojnë dhe nuk dorëzohen. Ndërkohë, burrit milioner i duhej të përballej me një reflektim të brendshëm që e transformoi thellësisht. Ai kuptoi që fuqia e tij nuk ishte në paratë që kishte, por në aftësinë për të mësuar, për të vlerësuar dhe për të vepruar me dashuri. Ai mësoi se ndonjëherë, dikush që nuk ka asgjë materialisht, mund të sjellë më shumë pasuri emocionale se sa të gjithë milionet e botës. Dhe kështu, një histori që kishte nisur me një moment ronditës, fjalët e thjeshta të një djali të varfër, u shndërruan në një rrëfim të fuqishëm mbi dashurinë, guximin dhe transformimin. Vajza që dikur ishte e kufizuar, tani fillonte të ndjente lirinë dhe potencialin e saj të vërtetë. Djali i varfër, i cili nuk ishte asgjë përveç guximit dhe zemrës së pastër, kishte ndryshuar jetën e dikujt tjetër në mënyrë të pakthyeshme. Dhe për burrin milioner, mësimi ishte i qartë: dashuria, kujdesi dhe guximi nuk mund të maten me para, dhe shpesh, njerëzit më të thjeshtë janë ata që sjellin mësime më të mëdha në jetë.